gjithmonë duam dhe përgjigjen çdo sin të vitit dhe ka margjinatia që të jemi në një komunikim të drejtpërtdrejtë me kolegun dhe korrespondentin Thoma Nika. Mirëmëngjes, përshëndetje Thoma. Mirëmëngjes, ju përshëndes. Mirëmëngjes Thoma. Si nisi dita sot atje në Sarand dhe për të ndalur pastaj tek java dhe informacionet që do të vëshojë. Po, nuk mund të mos bëj përshtypje se sido që të jetë moti gjatë ditëve të javës, e premtja dhe fundjava në Sarand janë me diell dhe me kushte atmosferike të përshtatshme për ta programuar sidomos në primë si një destinacion për të relaksuar dhe për të vetes apo familjes variacionin e munguar. Kështu po ndodhet edhe sot, qielli ne kemi të pastruar nga vetë që kanë qenë prezente disa ditë, ka njëherë pak të ftohtë me thënë drejtën, por me kalimin e orëve qetësohet, pritet qetësohet, ashtu si edhe deti, dhe rrethët diellore më duket se ngrohin më shumë se çdo ditë tjetër. Ngrohja e dallueshme e motit nga njëra anë dhe qetësia e situatës pandemike nga ana tjetër janë dy premisat për të menduar më shumë dhe për t'ju përkushtuar stinës turistike që mund të themi se tashmë ka nisur. Shifrat më të fundit të vaksinuarve janë një element siguri më shumë për një sezon të mbarë. Raportohet për më shumë se 6.000 persona të fashave të ndryshme që kanë marrë dozën e parë të vaksinës në Sarand dhe mbi 2200 në termin. E me syre zotëronit të moshuarit sigurisht, por atyre u janë shtuar të javëve efektiv të shërbimeve policore, ndërkohë që satet hoteliere janë kategoria më e re që ka nisur financërorën e këtij procesi. Referuar asaj që konfirmojnë autoritetet shëndetësore lokale, vaksinimi po ecën me ritme të këndshme në rajonin e Sarandës dhe ajo që zotëron është gatishmëria për ta bërë vaksinon si masa më e mirë mbrojtëse dhe që kapon zinxhirin e infektimit. Dy prej ditëve të kësaj jave kanë qenë në arsye për të përkujtuar apo për të testuar e para shtatpulli i vitit 1930 në është përkujtuar si dita e një historie që nuk duhet harruar. Në këtë kurnesë historike është përkujtuar rezistenca sado simbolike e Sarandëve dhe pushimit fashist dhe ai që më quhet ushqinaku i Sarandës, Bariu Mitro dhe Martika, i cili është dëshmori i parë i asaj dite, përkujtuar nga veteranët e Sarandës dhe organizatat e familjeve të dëshmorëve. Përkujtimi i kësaj dite ka shërbyer edhe për të informuar se puna për vendosjen e buseve të tre herojve Vasil Laçit, Petroxhanit dhe Lefter Talos në mjeteset publike të Sarandës është duke u finalizuar me Bashkia e Sarandës dhe pritet që ato të zënë vend në një prej paqeve publike për gjatë shtetitore së re që është në përfundim. Dhe data e dytë ka qenë 8 prill, dita botërore e Romëve, që është shoqëruar me një manifestim kulturor dhe social të pjesëtarëve të komunitetit rom që jeton në qytetin e Sarandës dhe në fshatin e Çukës. Manifestuesit rom ashtu siç din ata të bëjnë me muzikë, me kërcime dhe me këngë, bën që të vetë vesh dhe të ndjente qyteti që ata ishin në festë. Grupe kanë kërcyer fillimisht përpara Bashkisë së Sarandës, pastaj në sheshin të Parashëtrvanit dhe arti dhe muzika e tyre ka marrë trajt në një koncert modest së bashku me forcat interpretuese të qytetit në segmentin e shëndetësore Sapër Limarit. Nuk i ka munguar këtij eventi kryetari i Bashkisë Adrian Burma, i cili i ka përshëndetur dhe uruar pjesëmarrësit të manifestimit dhe ka siguruar që tek qeverisja vendore kjo kategori do të gjejë mbështetje më të madhe. Ai ishte i besueshëm atë që tha, pasi në 2 vitet e fundit janë shtuar me 50% fondet për shtresat të nevojë, përfshirë këtu edhe komunitetin rom, dhe se janë 85 familje nga 171 persona në këtij komunitet që trajtohen me ndihmë ekonomike nga Bashkia. E po kështu janë trajtuar me bursa në arsimin e mesëm profesional të gjitha kërkesat e paraqitura, ndërkohë që ai përmendi se edhe në vështirësitë financiare të krijuara në pandeminë e vitit të kaluar, bonusi i strehimit është përndarë në kohë për të komunitet. E nëse të premten e kaluar fola për pranimin e shërbimit të shoqatës së turizmit të Kosovës së Sarandë dhe për kontaktet e tij me homolog të këtushëm dhe me Krye Bashkiakun Burma, kjo javë ka treguar suksesin e kësaj marrëdhënie. Kanë qenë pikërisht shqiptarët e Kosovës që në një kuptim janë bërë promovues të sezonit të turistik të Sarandës ose një parathënie premtuese e tij. Ata kanë qenë vizitorë nga Prizreni, Suareka dhe Gjakova, me këto të fundit është ditur, është e njohur se Saranda ka edhe një bjellëzim, të cilët janë shprehur të kënaqur me mikpritje, me atraksione turistike dhe me shërbime që ka gjetur në Sarandë, por nuk ka munguar vozitja me anije turistike në gjirin e Sarandës. Ujituesit e tyre kanë promovuar kjo si një konkretizim të kthimit në normalitet të lëvizjes turistike pas në prirjes dhe mbijetesës së sektorit të turizmit për shkak të pandemisë. Duhet thënë se në gjithë rajonet
zoni bregdetar, përfshirë Samirin dhe Boshin e Limarët, këto janë sinjale që japin shpresë për ngritjen e sektorit të turizmit. Akoma më shumë mbush me shpresë se kjo do të ndodhë të verë, edhe nga prania e turistëve huaj që kanë filluar të jenë prezent si qysh tani në pellin e Sarandës. Të pakët e numër, por të pamunguar janë turistë ardhur të javë nga Polonia, që edhe kanë performuar kërcimin në shezitorin e re, kanë qenë pikërisht dy vajza polake që shfrytzuan platformën e bukur të shërbitores për të shprehuar talentin e tyre në kërcim dhe kjo ka bërë që ato të përreqin qime vështrime të vendase apo të marrin mira fikime në rrjetet sociale. Po kështu frekuentues të parë të rramës së kësaj pranvere janë turistë në grupe të vegjël nga Ukraina, ndërsa tingujt e bukur të një kitare pas të një djaloshi nga Japonia kanë mbushur shërbitoren e re mbrëmjeve dhe kjo ka krijuar një ndjeshi të bukur tek të gjithë ata që shëtisin. Kemi mësuar se Alsani ka dy muaj që shëtit me kitarën e tij në Shqipëri dhe 5 ditë të kësaj jave ja ka dedikuar Sarandës, pasi ai thotë që i pëlqen ky qytet me detin që të bën të këndosh, me diellin e ngrohtë dhe me njerëzit shumë të shamirës. Besoj se kemi pritur dhe në fundin e këtij raportimi për sot, më të çfarë ke. Po, kjo është gjithçka që unë kisha të zgjedhur për të raportuar sot për ju.